bukur të këtij sezoni. Atëherë kjo është parada e mjeteve retro, është një paradë e cila po zhvillohet në qytetin e Besanit. Po përgatitet të fillojë parada e këtyre mjeteve. Do i ke vështirë,
Janë automjete shumë vjetra, cilët janë mirë mbajtur nga këto persona cilët i posedojnë. Të shohim edhe Mercedesin, nuk e di vitin. 1972, viti prodhimit. Ja u kemi edhe një automjet tjetër. Pra kemi automjete nga të gjithë modelet, e modele tepër klasike. Jemi në 1973, kjo automjet duket si automjet presidencial ky, Mercedes. 1969, ndoshta lexova gabim, nuk e di. Jemi e 1990. Kemi edhe këtë Mercedesin tjetër. Edhe këtu përfunduan mjetet, parakalimi i këtyre automjeteve. Ndërkohë kemi edhe motor të ndryshëm. Shohim nga panjet, kemi edhe shumë qytetarë cilët kanë dalë në shesh, cilët janë kuriozë. Pra kishim një mini fest të vogël këtu në qytetin e Elbasanit. Në sheshi po fillon të bashatiset. Koha është fantastike, është në temperaturë e ngrohtë. Kemi një ditë me diell, ka pak prezent të reve, por koha është shumë e ngrohtë. Po traveler ishte volumi shumë i lartë i muzikës në background. Kemi drejt qendrës.
Për ata të cilët nuk e kanë parë videon nga fillimi, mund të rikthehen në video pas, mund ta tërheqin shiritin e videos dhe të shikojnë videon nga fillimi fare. Arrita ta kapin kohë rekord para kalimin e këtyre automjeteve. Nuk mund të përdorni ikona ose emoji në chat sepse nuk i lejon YouTube këto lloj komentesh, ndaj përdorni vetëm tekst, shkronja të ndryshme. Këtu kemi edhe një stand për automjetet të tjetra. Retro. Koleksioni shqiptar. Si që pamë dhe nga pamë, kemi dhe djemë të rinjë të cilët bëjnë gara në një terren I cili është evoluar, është e pamundur të bësh këto televizje në këtë lloj terreni. Këtu përballë kemi edhe tendat e vendosura për fushatën e vaksinimit. Nuk shohim qytetarë që të bëjnë vaksina, mirëpo, ndoshta ka një orar të caktuar. Me që jemi në transmetim, qëllimi I transmetimit I përfundoi, fatikisht se unë doja të shaqja vetëm automjetet e vjetra. Por po vazhdoj edhe pak, duke parë që kam shumë shikues që po ndjekin direkt, po vazhdoj edhe pak tek parku. Atëherë vazhdojmë pak drejt qendrës së parkut. Ndodhemi tek parku Aqif Pasha, I cili ndodhet në qendër të qytetit të Elbasanit. Skatër. Po ana është I park shumë I bukur këtu në qendër të Elbasanit.
Ana Traveler nuk bën dot moderator. Do të vendosim moderatorin pas pak kur të shkojnë në studio. Tina, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje. Arbër Kastriot, përshëndetje. Park i Gjelbërt, këy në qytetin e Elbasanit, duke simbolizuar ardhen e Stinës pranverës dhe dverës në vazhdim. Arbër, faleminderit. Hajde, qëroj gjysë. Këtu kemi një Ferrari. Sa mund të kushtoj një makinë e tillë, por mendoj se do të jetë shumë e shtrenjtë.
targat blihen janë kështu formal, kështu për çfarë? Po. Sa kushton një target kjo? 15 ishte. Ja, po shihen dhe targat e mjetësh. Po ku do të vendosësh? Apo çu për çfarë? Vërtet? Po gjum po. Çfarë? Nip. Po çfarë? Ska simbol Ska rëndësi, e braves pa lok. a pse stampohet direkt aty? Stampo direkt aty. Stampohet targa direkt aty. Okej. Ti vendos emrin. Po E kuptova. Do vendosë simbol para, Po. Ka të bukur. Mund të shfaq pak? Ambientin aty? Atë. Stampimi i targave. Pra janë targa personalizuara, cilët stampohen direkt. Gjysori jo varë. Atëherë vazhdojmë live streamin tonë. Gjesi në rrugët e qytetit të Losanit. Po traveler, andej dhe shkoj. Do ballkimi dhe një aktivitet politik. Një subjekti. E vazhdojmë rrugën drejt. Traveler Kit vendose opsionet. Description.
tashi, faleminderit. Dina kush është lagja e Anës? Nuk e di. Dhe do mjet I cili ka hipur mbi trotuar. Ka dhe nga këto. Tashme jemi shumë pranë stadiumit. Stadiumit Elbasan Arena, por Elbasani, siç dihet tashme, është në kategorinë e tretë, po s'gaboj. Në të dytën, ndoshta në të dytën. Nuk është se jam një tifoz shumë. Pasi një njoh si futbollit, nuk e njoh shumë një futbollin. Shikoj shumë rrallë ndeshjet e kombëtares. Më tepër shikoj kampionatin botëror. Pra po thoja Elbasani, I cili ka qenë një ekip shumë I mirë futbollit, tashmë është katadisur në kategorinë e dytë ose kategorinë e tretë, duke ditë. Ky pra është stadiumi. Atëherë vazhdojmë djathtas. Vëmë dhe një pamje bulevardit tjetër, I cili të qonë sërish në qendër. Mendoj se ky lloj tregu duhet skastuar nga këtu. Nuk është një pamje e bukur I qytetit kjo. Tregjet tilla duhet të jenë në periferi të qytetit. Kështu është mendimi personal. Që rrova të hedhura kështu duhet të jenë vetëm larg ose në dalje ose në periferi të qytetit. Për mos prishur imazhin. Nuk vërtasin ata janë reformuar totalisht. Dikur vërtisin, tani nuk vërtasin. Si të shojmë kemi rroba ose veshje nga më të ndryshme.
Hajër Pepe sa për është futur në chat. Të përshëndesim Hajër Pepe. Ana, falenderit, Ana, sa bukur shpjegon Alberti, thot. Për këto lloj videosh duhet kesh një gjuhë prej gazetari, por ne mundohemi që të afrohemi deri diku afër. Hajër Pepe, falenderit. Ishte një live stream i paprogramuar fare ky, sepse nuk kisha planifikuar të bëj live stream sot, por duke parë që në qendër të qytetit kishin ardhur disa automjete të vjetra. Unë po bëj një paradë automjetesh klasike të vjetra. Nxitova të bëj të live stream. Ata që nuk e kam parë mund të kthehen pas në video dhe mund ta shohin video nga fillimi. Dina, kam në projekt të shkoj sa afërmi shumë shpejt në Gjirokastër. Pra projektet e radhës janë në jug. Pa përjashtuar edhe një udhtim timin cili do ta bëj në qytet verior, në Puk, por të shohim. Do doja shumë të shkoja në Puk. Kam parë disa video aty në internet ku qyteti shfaqet shumë bukur fatikisht. Është edhe pjesa e liçenit aty, është një liçen artificial në Puk. Dhe si që po thoja, kam planifikuar të shkoj së shpejti, të shohim, sepse është pak larg, por gjithsesi e kam në plan që të shkoj aty. Pedagogjikja, po arbër, sa po kalova pedagogjiken, e famshme. Shkollë nga cila kanë dalë shumë të rinj. Edhe Enja Kodra pas ka bërë shkollën tek pedagogjikja. Pra po thoja, është një shkollë e cila ka nxjerrë shumë student. Është shumë e njohur në qytetin e Elbasanit, por edhe në tej. Sepse vinë student nga rrethet. Resh, përshëndetje, mirë se erdhe. Një kopësht të bukur që doja ta shfaqja tashme. Përdor lenten wide. Kopshtin numër 11. Ja, gjëra të tilla dua të pasqyroj më tepër. Një pamje model të paktën nga jashtë. Nga brenda nuk e di se si mund të jetë ky kopësht.
Po bëj një stream të shkurtër, të vogël. Janë 2 kanale. Ky kanal i cili do të përdoret më shumë për udhëtime, për të pasqyruar Shqipërinë, rrugët, qytetet, fshatrat, nuk e di, gjithçka tjetër, turizmin. Është një kanal ku kam planifikuar që ta pasuroj me muzikë ose me video të ndryshme nga dasmat. Kështu që po bëj një ndarje të kanaleve në mënyrë graduale. Të këtij kanali me kanalin tjetër. Tashmë ndodhem te kryqëzimi Rinia. Ky është shoku im Kedi Musa. Çka kena me Obama? Përshëndetje, jemi live. Përshëndes. Përshëndes vëllai. Hajde, vazhdo. Kedi Musa, producent muzike. Arbër, atëherë jemi të kryqëzimi Rinia, tek Alfa Bank. Si mund të them, atje te ka qenë televizioni Dardan, ish televizioni Dardan. Pra, televizioni Dardan, i cili ka qenë një ndër televizionet e parë në qytetin e Elbasanit. Tashmë ai televizion nuk është më. Sepse është mbylur. Po pra, Arbër, atëherë sa për informacion, televizioni Dardan ka qenë tek pjesa ballore. Do të thonë aty ka qenë godina e televizionit Dardan, e cila tashmë nuk është më. Ka vite që nuk është më. Atëherë ne jemi 50 minuta në transmetim direkt. Pas pak e transmetimi do ta mbyll. Së shpejti do të rishim sërish në një qytet tjetër. Ndoshta në Gjira Kastër ose Fier, nuk e di. Lida na përshëndet.
dhe na falenderon për videot. Faleminderit Jonida, përshëndes. Ky është territori më i preferuar nga unë, këtu në qytetin e Elbasanit. Është parku Aqit Pasha, i cili ndodhet në qendër të qytetit të Elbasanit. Pra, sa për informacion për ata që nuk e din, këtu kemi Hotel Turizm Skampa. Diku drejt këtu kemi kullën e Sahatit, të cilët duket pak. Pra, po përdor dhe lentën tjetër. Pra, kjo është kulla e Sahatit, të Elbasanit, ikona e qytetit. Përballë kemi pjacën, një ndër kafenet e hershme këtu në qytet. Ndërsa në krahun tim të djathtë po ndërtohet bashkia e re e qytetit. Po ndërtohet bashkia e re dhe një kompleks pallatesh bashkë me bashkinë. Pra, sipas projektit aty është një pronë private dhe pronari i cili ka pronën aty po ndërton edhe bashkinë dhe marrë dhe lejen e ndërtimit. Hajër pëtet, përshëndes. Jam shumë kurioz të shikoj se si ka ndryshuar qyteti i Bukës. Siç po thoje, aty janë bërë disa ndryshime në qytet. Do doja të bëj një video aty, por të them të drejtën, po pres që të ketë pak më tepër gjelbërim, sepse unë kur shkoj për të bërë një video, bëj edhe video tjetër më profesionale, bëj me dron. Kështu që do doja që imazhet që të merreja nga sipër me dron të kishin një pamje të bukur. Ndaj edhe nuk po shkoj së shpejti, mendova të pres edhe një javë ose 2 javë, sepse edhe koha është shumë e ngrohtë dhe mendoj se do të kemi më tepër gjelbërim, sepse është një rrugë e gjatë e cila ka kosto, kështu që do doja që të bëj një video që pëlqej. Të përshëndes dhe unë, e di që koha aty është shumë intensive. Të përshëndes dhe unë vëlla. Ne këte kemi kohën më të lirë, kështu që gjejmë kohën për bërë dhe video të tilla. Të përshëndes dhe unë, kalofsh bukur. Atëherë miqtë e mi, ky ishte live streami spontan që bëra në qytetin e Elbasanit. Pra, qëllimi ishte për të pasqyruar një paradë automjeteve retno, pra automjeteve të vjetra. Kështu që kaq ishte edhe ky live stream. Ju falenderoj të gjithëve që qëndruat me mua në këtë video. Për ata që kanë hyrë për herë të parë në kanal dhe nuk e kanë parë kanalin tim në YouTube, i ftoj që të futen kanal, sepse aty ka shumë video të ndryshme në gjithë territori shqiptar. Dhe mund të bëni subscribe nëse dëshiron, mund të klikoni në shenjën e zilës për të marrë njoftim sapo ngarkoj një video në kanal. Atëherë ju falenderoj dhe ju uroj një ditë sa më të bukur. Kalofshi bukur.